Shkëmbimet tregtare mes Shqipërisë dhe Izraelit shënuan rritje gjatë vitit 2025. Totali i shkëmbimeve tregtare llogaritet vlerë rreth 37 milion euro. Të dhënat e Institutit të Statistikave tregojnë se mallrat shqiptare të eksportuara drejt Izraelit rritën vlerën në 10,4 milion eurove, krahasuar me 4 milion euro në fillim të vitit 2024. Rritja është e konsiderueshme edhe krahasuar me vitet e mëparshme. Produktet ushqimore, pijet dhe duhani, mineralet dhe lëndët djegëse, si dhe tekstilet dhe këpucët janë grupet kryesore që dominojnë tregtinë me Izraelin. Nga ana tjetër, importet nga Izraeli llogariten gjatë vitit 2025 në vlerën e rreth 27 milion eurove. Investimet midis dy vendeve shënuan gjithashtu një rritje të ndjeshme vitet e fundit. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, në 9 mujorin e vitit 2025, investimet izraelite në Shqipëri arritën rreth 19 milion euro, një shumë disa herë më e lartë krahasuar me vitet e mëparshme. Investitorët izraelit kanë shfaqur interes të shtuar edhe për tregun e pasurive të paluajtshme.